Kur Chopin Piano Festi shkon drejt fundit të edicionit, nuk e lë pa e shfaqur potencialin e muzikantëve nga vendi. U bën vend për herë në program. Në festivalin që i kushtohet pianos, instrumenti është në qendër, i palëkundur. Krejt instrumentet komunikojnë me të, por më shumë se aq, koncerti ka një tjetër mision. Me një koncert tradicional, u shpreh mirënjohje muzikantëve vendor. Programin e kanë hapur mezzosopranoja Ardiana Bytyqi Ismaili dhe Andi Duraku në piano. Kanë interpretuar Sieger und der Lieder të Johannes Brahms. Janë këngë që kërkojnë mjeshtri të veçantë. Këngët janë me melodi e ritme të guximshme, pianoja është agresive e solistja i përshtatet. Por ka edhe freski e butësi të toneve si nga instrumenti edhe të vokali. Pianoja duhet të veçoj madhështin gjithsesi. Pianisti Andi Duraku solo ka interpretuar një etyd nga Aleksandar Skriabin. Notat me tonalitetet të larta dhe një tension i vazhdueshëm e karakterizojnë natyrën e veprës, ngjanse dy tema krejt të kundërta zhvillohen paralelisht derisa shkëputet pjesa hyrëse nga tjetra dhe tensioni e nostalgjia bashkëveprojnë. Pianisti Duraku ka thënë se këto vepra janë kërkuese. Është një vepër që ka kërkesa të mëdha teknike dhe muzikale, pasi është një vepër e cila harmonikisht është shumë e vështirë, si dhe teknikisht duke marrë parasysh që doramajt është krejt kohën në lëvizje të oktavave. Mirë po është një vepër të cilën e du shumë dhe për cilën kam punuar me gjithë shef. Mezzosopranoja Ardiana Bytyqi Ismaili i është bashkuar sërish në skenë për interpretimin e 5 këngëve të Çekut Antonin Dvořák. Ato janë të bazuara në këngë popullore hungareze, por kontrasti aty është më i madh, por jo thjesht në tonalitete. Sipas përshkrimit të këngëve në gjuhën çeke, bëhet e ditur se ato kapin gjendjen shpirtërore të ditës që po mbaron, mallëngjimin e këngës së dashurisë dhe se në krahasim me këngët e Brahms është më e lirë, më e përmbajtur, më intime e më e butë. Mezzosopranoja Bytyqi Ismaili ka thënë se përzgjedhja e programit ka qenë e qëllimshme. Kanë qenë këngë Zigeuner Lieder prej kompozitorit Brahms, në gjuhën gjermane, 3 kanë qenë dhe tjerat kanë qenë, 5 tjera kanë qenë nga kompozitori Dvořák. Sfiduese kanë qenë këngë shumë bukura, por sfiduese te pjesa e Dvořákut ka qenë sigurisht gjuha. Do thotë spari me përkthy, pandej me mësu e kështu, po megjithatë mendoj që në fund, domethënë, ka qenë një përfundim i mirë dhe besoj që i kemi realizuar mirë. Pianistet Alba Muçolli Dehiri dhe Syzana Jakupi kanë luajtur vepra nga repertori pianistik për 4 duar. Fuga e Rauf Dhomit sjell një pjesë hyrëse që përsëritet. Loja e njërës pianiste shkon duke u zhvilluar, ndërsa tjetra shuhet. Ajo që mbetet vjen në 2 natyra, njëra më harmonike e tjera më e tensionuar. Sonat numër 3 D-dur nga Mozarti ka qenë tejet virtuoze, por edhe melodike. Temat serioze me ato të gëzueshme janë në kombinim duke sjell mozaikun e veprës teje të këndshme. Krejt në fund, dyshja në piano ka luajtur edhe Suite en forme de valse nga francezja Mel Boni. Pianistja Alba Muçolli Dehiri ka thënë se vepra e Dhomet ka qenë premier. Jemi paraqit me një program i cili ka përfshi vepra të kompozitorëve shqiptar dhe të huaj. Do të ka qenë një vepër premiere kompozitorit ton Rauf Dhomi, Fuga numër 3.
Kemi interpretuar gjithashtu një sonatë nga kompozitori i njohur Mozart, sonata numër 3 në D-dur. Gjithashtu kemi interpretuar 2 vepra të kompozitorës franceze Mel Bonis, me qëllim edhe kemi zgjedhë, do të thonë pikërisht se është kompozitore femër, si ka uzet të drejtave të femrës në botë. Në fund të koncertit është luajtur sonata për flaut dhe piano e rusit Sergej Prokofjev, e sjell nga Leila Beqiri Vula në flaut dhe Melos Buza në piano. Virtuoze është loja e flautit. Harmonia e tij del përtej kornizave, shpesh kulmon e dominon derisa pianoja është e palëkundur. Të premte mbrëma, në skenën e Chopin Festit, kanë ardhur meloditë e virtuozit kubano-suedez Marcel Mora. Koncerti recital sjell frymë krejtësisht të re të këtij edicioni e vepra të padëgjuara klasike.